Po të varej nga ju, një zgjidhje politike. Cila do të ishte ajo? Po zgjidhja politike, unë e kom thënë, një qeveri me mandat një vjeqar që qeveria drejtohet me rotacion dhe me një program të qartë politik dhe ekzekutiv të cilin duhet ta zbatojmë bashkë. Dhe pastaj po zhvillojmë betejën politike me program që ju intereson qytetarëve dhe jo me program dhe me deklarata të cilat ju imponohen qytetarëve. Kështu që unë mendoj që kështu do të ishte më lehtë. Megjithatë, një qeveri e cila synon të arrisë në pikën kur Bashkimi Evropian dhe SBA thonë keni plotësuar kushtet për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet me i kry detyrat e saj pa i dëgju opozitën në fundit se çfarë po thotë. As partitë opozitare dhe as njerëzit të cilët nga politika s'marrin vesh, por nga dëshirat po.